Kur jemi lajm? Përshëndetje të gjithëve. Jemi këtu në sheshin përballë kryeministrisë. U bë dita e 7 sot, po mbyllet dita e 7 dhe po vazhdojmë pa ndalur në protestën tonë. Tashmë më kanë bërë me dije nga policia e shtetit që duhet të lëshoj sheshin se do bëj protest Partia Demokratike. Kjo është e pa konceptueshme, nuk e di si i trajtojnë njerëzit si në apartheid, do me thënë qytetari dorës së parë dhe qytetari dorës së dytë, ndërkohë që ne në këtë javë kemi dëshmuar rezistencë, kemi dëshmuar seriozitet dhe tashmë janë bashkuar qytetarë të ndryshëm që mblidhen çdo ditë dhe bëjnë atë ritualin e forumit qytetar. Nëse e vini re aty në shesh, ktheheni gjithë lutem te gjeneratori. Ka generator, ndërkohë që ne doni na heqni gjeneratorin. Ka zënje të sheshit. Ja urdhë. Do me thënë, dale. Do me thënë. Afro me karrige. Le të na mujë me gjithë karrige. Ky shteti Edi Ramës që do netën e heq se do dikush tjetër të protestoj që Edi Rama atje t'i qetë. Se ata janë bashkë. Nuk ka fuqi që e ndalë do të reagimin qytetar, na hoqën çadrat, na hoqën generatorët, tani duan të na heqin dhe fizikisht. Pse? Se duhet dikush tjetër të protestoj, po ne çfarë po bëjmë këtu? Kujdes nënën e vjetër atje. Kujdes nënën është e moshuar. Mos e prekni. Merrni me gjithë karrige, me gjithë karrige. Ja, i këti thot protestojnë ata. Tur. Doriqu. Hajde puga unë ti thash. Futu mes. Kjo është qeveria e Edi Ramës. Këta janë bashkë. Hajde me muti, futu tuti. Kalon mes tash, ti në mes. Jo, lem. Mos e prek ti me dorë. Lem. Mos e prek me dorë, se jemi jashtë gardit. Mos e prek me dorë, se janë protestues jashtë gardit. Mos e prek me dorë. Lere politik. Jemi jashtë gardit. Lere, s'ka gjë. Nuk i duan njerëzit e lirë këta. Qarë të ndihmojnë, të shtynë ti. Mos na i shtyni njerëzit. Me zemër do të rria, ka gjë. Kini kujdes, ju jeni përgjegjës. Qa ta marë, si ta marë, pse e ju ti si brutal? Ti pse e ju në ashtu ti? Se o bëtit e disajt. Ti, o gangster. Ti gangster me uniform. Ti. Kujdes! Adrati! Po mos e fortoj, mos! Hapo! Ti! Ikse vrat! Ti! Nuk të harroj fitirën ty! Ti ke 4 ditë ti! Maskara! Shduku ti! Burini! Stani polisin e sotit! Ja pisi radhë. Shikoje! Tuke unë mos mundak, tuke unë! Tuke dorën mos prek se jam kanë, dik! Çfarë bëni më tek me zemër? Policia e shtetit do ftoni ambulancën. Ka ty kohën. Avash.
Yavaş. Falë burr! İtiyat kapın! İtiyat kapın! İtiyat kapın! Si u vjet turp. I thyt komën burri tuaj aty më në skuq. İtiyat kapın! Lekana! Sen se do vi sali ju këtu! Na keni qarë kokën! Pushaj! Ai me gonin. Qa pani mor? Ai se s'ka ambulans. Qa bëm? Qarë u bëm? Qarë u bëm? Ai të ram. Qa do qa të rishë mor? O picet kot! Oj të ram! Të viktor më e! Në dojë të ti që të kje më ti! Hey! Në telefoni ishtë një. Është tim. Por është telefoni im, orë. I kanë. Femra! Të gjithë! I kanë. Merë karike të luni kështu. Të gjithë. Merë karike të luni për një. Dorina! Dorina! Të visot! Dorina! Merë karike në unë. Të gjuar! Turp të të vi! Merë i karike të luni për një këtu. Në një tjetë. Në një karike e donat edhe ullu këtu. Andi, merë karike atje si u i këtu. Është e madhe ajo, me pa të tjetër. S'është e madhe ajo. A e thirët ambulancën për që bat? A e thirët ambulancën për që bat? Apo e leni aty? I theni kamën qytetarë që proteston? A jeni njerëz? A e thirët ambulancën ju? A e thirët ambulancën? Pse rini ashtu? Si a thani kamën edhe rini ashtu? Shojeni! Shojeni të spitali! Pse shikoni si hujt gardhe! Skaj se ka pasaportë angleze. Është
Miq, miq, sot miq, pasi ditën e parë nuk na lanë për çadrën, pra për çadrën ditën e dytë, pastaj nuk na lanë gjeneratorin, ndërkohë që sot është lënë generatori aty. Sot na hoqën me dhunë nga trotuari ku kemi një javë që protestojmë me argumentin që do vit protestoj Sali Berisha. Unë nuk e di në jetoj në apartheid apo jetoj në një republik në mes të Europës, ku kam të drejtën kushtetuese unë dhe çdo qytetar të protestoj në çdo pjesë të territorit. Kemi qenë shumë paqësor dhe fuqia e kësaj proteste ka qenë rezistenca. Nuk kemi cënuar asnjë njeri të drejtën e askujt, nuk kemi cënuar asnjë punonjës policie, ndërkohë këta që nuk na sonë korrent ne, lejojnë generatorët për të tjerët. Këta që nuk na lanë ne ta zinim rrugën e bulevardit, lejojnë të tjerë të vinë në bulevard. Këta që na trajtojnë si në apartheid, a thua se ne jemi qytetarë të dorës së dytë. Ky është regjimi i Edi Ramës dhe kjo polici në segmente të caktuara të saj është ndotur nga element të krimit. Më vjen pafundësisht keq për ata oficerë të ndershëm policisë që u ashon në sy trishtimin, për ata punonjës, ato vajza, ata djemë të ndershëm që u ashon në sy trishtimin. Më dhëm zemra që vendi ynë është në këtë gjendje dhe është e padrejtë totalisht që të mos të lejohesh të shprehesh revoltën tënde me mjete demokratike. Të më thot një qytetari i Tiranës sot, çfarë kemi bërë ne në këtë republikë që të mos lejohemi të protestojmë me dinjitetin ton, përse gjithë ky angazhim i madh për ta zhbërë patjetër këtë qendresë të denjë të rinisë shqiptare. Përse? Kjo është republika që kanë ndërtuar. Shikojeni çfarë i ndodhi Agronit. I kanë thyer këmbën Agronit. I kanë thyer këmbën dhe nuk vjen ambulanca. Pse? Se bëri. Hajde me mua. Këto ishin mjetet e krimit ton, ja urdhë karriget i thyen. Këto i thyen karriget. Këtu me mua, këtu. Ja bombat Molotov. Ja bombat që kanë sjellë qytetarët, këto janë Molotovët tonë, ndërsa këto janë raketat tona, raketat që do sulmonim kryeministrinë e Leshit, të preshit të këtij shkërdatës. Këto janë mjetet tona, ja këto janë. Këto janë, ja, shikojni tanket. Ja tanket tona. Tanket tona, ja, shikojni. Helmet që do mbysin Edi Ramën. Kjo është Republika e Vjerë e Edi Ramës. Adoni Bilbilovi. Ju do t'ishit këtu të na mbronit ne! Ju t'na sulmonit ne! Na këta, se na kanë në Jepi atë dorit, jepi atë donës. Këtu jam, këtu. Do ne kemi prej një javë që protestojnë pajësisht, që rrim pajësisht këtu, që vazhdojmë rezistencë këtu, dhe largohemi ne se protestot Sali Berisha. Largohemi ne se e urdhra Edi Rama. Dhe ju dhunëri qytetarët se e urdhër Edi Rama dhe Sali Berisha, po tur për t'ju vitë tur. Haram. Po ku e pat dhunën ju, ku e pat problemin të ne? Ne kemi një javë që jemi këtu në shosha, a i ka ndodhë gjë kësaj kryeministrie, a i ka ndodhë gjë këti ambienti. Se kush ka drejt protestojnë këtë vend, vetëm këta dy kanë drejt, ne tjerët jo, ne tjerët du të nasim, ne tjerët du të vdesim. Po hajde i mërë këtu, mos rini aty.
Ata s'du t'ja din as për ju, as për as njerin për jush. S'du t'ja din s'ka se kanë dit kur ata për ju. Se s'do ishit tani rresht, do t'ishit këtu more, këtu me njerëzit. Po t'ju vit turp more. Si e bëni gjumin e qep, si flini natën. Qa u thoni fmive tuaj, qa u thoni pritërve tuaj. Foli Edit se s'kan faj këta, jo, këta janë për një... Po Edi, qa ti them Edit? Ti them Edit dhe Berishës që mendojnë që ne do tërhiqemi. Nuk është faj këtyre, foli atë maskarajt. Së është faj këtyre, unë i kuptoj këtë. Do them, Nuk është faj këtyre, lere, s'ka faj policë. po dhe këta mërshëtit një ambulancën, mërse... Nuk vjen ambulanca për ne, jo, nuk vjen ambulanca. Normal që s'do vi për ne ambulanca. Një pyetje kam për ministrin e rendit. Për atë zonjën që e quan veten eksperte. Cili është ndryshimi midis lejes tonë protestimit dhe lejes Partisë Demokratike? Të dalit ta sqaroj publikisht. A ka ndryshim midis lejes tonë dhe lejes Partisë Demokratike? Një pyetje kam për Sali Berishën. Sa ai është mësuar që t'i fusi vlezit gjak njëri me tjetrin. Bravo! Ne jemi këtu për të përleshur as me policinë e shtetit që drejtohet nga Edi Rama, as me ata vlezër dhe motra që do vinë të qesh për të protestuar për mendimet e tyre. Ne jemi këtu për parimet tona. Jemi këtu për ato që na mungojnë çdo ditë në jetën tonë përditshme. Bravo! Jemi këtu për ilaçet që mungojnë në spitalet tona. Jemi këtu për cilësinë e jetesës. Jemi këtu për cilësinë e ushqimeve. Jemi këtu për pjerat kimike që janë jashtë standardit. Jemi këtu për çdo aspekt të jetës që jemi si në vendet e Afrikës. Jetojmë në Europë, por jetojmë si në Afrikë. I drejtojmë nga këtu Edi Ramës. Hiqe dhunën, dale dhunën, lëri njerëzit protestojnë. Nuk mundet shumë të kosh në Europë, sepse Europa është e lirë, Shqipëria nuk është e lirë. Në një vend ku minimumi të protestosh nuk lejohet. Imagjinoni të kesh pronë, vjen ta prish, nuk t'jep asnjë letër. Ti me leje provizore, dorton, me djerës, shtesa ansore, po të lishme, se ke për me leje. Vjen ta prish pa t'oftuar. Kur janë qytetarët e Tiranës që a prishu dortesat. Bashkoni më të arrëzojmë. Nuk e të rëzon dot as Sali Berisha, as te. E rëzon vetëm një gjë. Atë e rëzon vetëm rezistenca jonë. E rëzon populli. Duhet të rëzojmë të njëri që në ka marrë pek. Imagjinoni sa vendjeta. 20 minuta do një ambulancë të vi deri në vendin e gjallë. Imagjinoni tjesh të plas. Imagjinoni tjesh të ku tjetër. Imagjinoni tjesh të fshat. Nuk vje kur se ti vdes. Shikuesja kanë shtypkam. Policia shtetit këto. Atë që ta garantojë tash e mas jore me mani ju. Jeni i fyk kamën protestues. Vlezër, kjo qeveri po fut në shërb vlezrit me njëri tjetrin. Ne nuk kemi gjë kundër protestuesve. Ne jemi pro protestës kundër qeverisë së Edi Ramës. Ne duam që kjo qeveri i korruptume të bi sa më shpejt, se për ndryshe, kjo këmbë e thyme nuk ja ka bërë asnjë qeveri, nuk ja ka bërë as Edi Ramës, as ministrit brendshme, as të ministrit korruptum. Ta që e kamerë edhe? A ta që e kamerë? Anton.
Vëllezër e motra, kam një thirrje për ju. Me qënë se shteti nuk na garanton të drejtën për të protestuar aty ku ne prej 7 ditësh jemi të vendosur, ne për këto 2 orë, për të mos u përplas me vëllezërit tanë, të cilët do vinë sot për të protestuar këtu, do të zhvendosemi në të djathtë të protestës. Dhe do të qëndrojmë aty derisa të mbarojmë këta. Pastaj do të kthehemi përsëri këtu dhe do ta vazhdojmë rezistencën tonë, ku i bëjmë thirrje të gjithë atyre që do vinë sot, por të ata që na ndjekin nga televizori, të na bashkohen në rezistencë, të na bashkohen në këtë protestë, të pandalim derisa kjo qeveri të japë dorëheqjen dhe të hap rrugën vendit për të patur një qeveri teknike ose tranzitore, derisa këtu të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. I can leave the hospital. We have one main hospital and I have his phone number. Jatu. Oh. Jatu bu. Otik. Hadi kumara bak. Orada bu. Mal to var. Ti ku do i përshëndesësh pak, ç'ka mbyllim? Kam mikrofon. S'ka gjë, përshëndetje kështu. Se e bëjmë prapë. Ju përshëndes miq. Unë kam që në moshën 22 vjeçare që protestoj rrugëve, jam rrugëve të vendit, pra të që besoj. Kam bërë shumë protesta, po agresivitet dhe mos kuptim si ky që kam parë këto ditë këtu, ndërkohë që ka qenë një protest më shumë se qytetare nga ana ime dhe nga ana jonë, është te çdo logjike normale. Mos vër çadër, ndërkohë që këta kanë vënë çadra këtu, kanë zënë qindra me mos të mira metra katror. Mos merr gjenerator, ngritë ftohtin, ndërkohë që ja kush gjeneratori. Sot lejohet gjeneratori. Mos merr korrent, s'më japin korrent, s'na japin korrent, edhe pse kam çuar kërkesat sipas ligjit.
Ndërkohë sot thonë ikti andej se do vi dikush tjetër të protestoj dhe përdorin forcën. Tani unë nuk kam ushtri. Nuk kam as paramilitar. Nuk mbaj as njeri që i kam qef armët. Kam dëshirë që të jetoj në një vend normal. Nëse ju mendoni që ky vend është normal kështu, ju e dini, po unë sa të mundem do bëj domethënë, sa të më mbajnë fuqit këtu, ju e dini. Ju e dini. Ne pas saj unë do kthehem prapa aty. O marr karrigen edhe prapa aty do kthehem, nuk lëviz. Let me heqin, do kthehem prap. Uroj që dalin nesër njerëz pas nesër, pas nesër. Çdo ditë në orën 6, aty do mblidhemi me qytetarët, sa të vinë. Numri po vjen duke u rritur në fakt. Ju përshëndes.